Korrupsioni ishte fatkeqësisht kryefjala e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Korrupsioni që ndikon sot në ekonomi, e që lidhet me ekonominë, që ka bërë që 1/4 e ekonomisë sot tjetë informale, edhe prej pastrimit të parave, edhe kriminalizimit të ekonomisë. Korrupsioni që lidhet me koncesionet, me partneritetet publike-private, që lidhet me tendrat publik, që janë kthyer sot në gangrenën e buxhetit shtetit. Një korrupsion që ka kapur një sistem të tërë, që nuk lejon garën, nuk lejon konkurrencën. Nga ana tjetër, korrupsioni që lidhet edhe me ligje speciale, që e kanë kthyer parlamentin në një noter fatkeqësisht të qeverisë, me ligje të cilët vit pas viti në emër të opozitës kemi bërë propozime që janë refuzuar. Korrupsion që sot fatkeqësisht nuk lejon që të zhvillohen sektorët, e që ka detyruar shtresën e mesme punonjësit me aftësi të largohen nga Shqipëria, dhe ky emigracion po ndikon në ekonomi. Vit pas viti, her pas here, kemi bërë propozime konkrete për këto, siç është ligji i investimeve strategjike, për cilën bëm amendamente, kërkuam që të refuzohet në mënyrë të vazhduar për 10 vite, shtyr vit pas viti, duke përqendruar ekonominë në pak duar. Ligji i analizës investimeve të huaja, përsëri bëm propozime, me kërkesë edhe Departamenti Amerikan Shtet, u refuzua nga qeveria. E të gjitha këto lidhen njëkohësisht dhe me procesin e integrimit. Secila prej tyre është kërkesë për integrimin. E ndërkohë që shohim lavdinë e kapitujve që hapen e që s'kan për të mbyllur kurrë, ngrihet pyetja e madhe. A mundet Shqipëria të reformohet? A mundet ky sistem të ndryshojë që për 12 vite nuk ka ndryshuar, të bëhen për 2 vite ato që janë premtuar vit pas viti e nuk janë bërë? Këtë duhet ndryshojmë. Këtë sistem që sot ka kapur prej fyti ekonominë.